Ajo që nuk u bë për më shumë se 10 vite u realizua për pak ditë. Rruga Varrezave publike të Shkodrës në Stomgolem prej kohësh ishte shndërruar në një simbol të harresës dhe neglizhencës. Tashmë ka marrë formën që i takon një rrugë të denjë, të sigurt dhe e respektueshme. Për të gjithë ata që nisin drejt saj për të kujtuar të afërmit e ndjer. Segmenti i rrugës që për vite me radhë ishte i shkatruar dhe i mbuluar nga gropat me ujë, ku shpesh nuk kalonin dot as mjetet me zinxhir, më në fund është rehabilituar plotësisht. Punimet nisin me vendosjen e rrjetit të ujërave të bardha, ndërhyrje në infrastrukturën nëntoksore, nivelim të terrenit dhe në fund asfaltimi që i vuri vulën këtij investimi të vënuar, por të domosdoshëm. Ky nuk ishte thjesht një projekt infrastrukture i Bashkisë Shkodër, por një detyrim moral ndaj qytetarëve të Shkodrës, të cilët për më shumë se një dekadë kërkuan me ngolim rregullimin e kësaj rruge, një rrugë që çon në vend të shenjtë për çdo familjar të vdekur. Por ndërsa infrastruktura është përmirësuar, mbetet një kërkesë tjetër e qytetarëve. Kjo rrugë të përdoret vetëm për qëllimet që ka, për ata që vinë me një tufë lule në dorë, jo për ato që shfryzojnë rrugën si një kalim mes fshatrash. Kjo është rrugë e Varrezave publike, jo një shteg për ata që kërkojnë të kursejnë minuta udhtimi. Këtu ndalet nxitimi dhe fillon heshtja. Kjo rrugë meriton respekt.